katërt, që është raporti auditimit të jashtëm të Komunës së Shtimës për vitin financiar 2022. Zonja Kimete. Po, faleminderit kryesues, përshëndetje për të pranishmit. Pra, kemi raportin e auditimit të Komunës së Shtimës për vitin financiar të përfunduar me 31/12/2022. Është një raport i pa modifikuar ose i pa kvalifikuar qysh dushujnë dhe i ka 12 gjetura, 6 janë 3A edhe 6 janë përsëritura. Kështu që metet më diskutu, nuk aprovohet, por vetëm diskutohet. Kaloni mirë. Faleminderit, zonja Kimete. Kjo pikë e randit ditës është diskutuar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe bashkarisht Komiteti për Politikë dhe Financa konstatoi se nuk ka nevojë për miratimin e kësaj pike, do të thotë kjo është veç ka me u diskutu në kuvend. Atëherë hap diskutimin nëse dikush dëshiron fjalën rreth kësaj pike. Zonja Beqa. Faleminderit kryesues, e nderuar zyrtare kryesore financiare. E pashtë të gjeturat e auditorit që na kanë ardhur, por po du me cek vetëm një pikë për shkak që po du me kriju hapësirë edhe për asamblejës tjerë. Po më intereson për kontratën furnizimi me pajisje për IT. Kjo pra është përdor procedura e negociuar me arsyetimin si blerje emergjente. Në kundërshtim me opinionin e KRPP-s. Do më thonë nuk shoh diçka urgjente për blerjen e pajisjeve të IT-s. Ky nëse kish pas mundësi dikush më shpjegu, drejtorin e administratës nuk e paskëm, mirë po nëse kish pas mundësi dikush nga ekzekutivi më sqaru çka ka pas urgjente këto. Ju faleminderit. Faleminderit, zonja Beqa. A keni prej financa në sqarim? Jo. Atëherë drejtorin se kem prezent, plus drejtorin që të paktën t'i kthejmë përgjigjet me shkrim asamblejistave pyetjet që ju drejtohen ekzekutivit. Dikush tjetër? Zotri Goshi, a keni ngrit dorën? Por na? Pikrisht gjatë raportit të auditimit të jashtëm, është një shqetësuese për gjithë qytetarët e Komunës Shtimës, por edhe për mua si asamblesë. Këtu auditori jashtëm në raportin e tyre ka rekomanduar gjithsej 12 rekomandime. 6 prej tyre janë rekomandime të reja, 6 prej tyre janë të përsëritura. Por mbi të gjitha në mujtë e fundit, disa janë proces, disa janë të pa procesuar halo. Unë mendoj se është shqetësuese të rekomandimet të cilat janë rekomandime të përsëritura. Rekomandimet të përsëritura kemi të rregullimi financave shpenzimet publike në neni 18 kur thirrët të komuna kishte bërë klasifikimin e shpenzimeve vlerë prej 9.807 euro pasi shërbimet e varrimit ishin paguar në kategorinë e molla dhe shërbime. Ndërsa ishin dashur të paguar në subvencione. Këtë dukuri nuk e kemi bën vetëm këtë vit, por mbi të gjitha zyrtarët e prokurimit u dash edhe të financa u dash me ditë këtë varpunën se kjo kategori kalon te subvencionimet jo te kategoria molla dhe shërbime. Ndërsa te gjetërat të tjera i kemi te tregu. Kemi të tregu, por kemi të tregu i cili është në procedura, por tregu dhije si gjendja reale është në përfundim e sipër të ndërtimi vrasht, ndërsa procedurat e auditimit janë në procedura. Nuk mund të themi se është një çështje për të kaluar këto, por mbi të gjitha i kemi edhe të regjistrimi pasurisë ku nuk është i saktë,
Prej 66 pasurive kapitole me vlerë 142.000 euro ishin regjistruar jo kapitole 100.000 euro. Prej tyre 20 pasuri janë regjistruar të dëfeshta. Këtu mendoj se edhe këtu auditori ka gjetë disa të gjetura, por mbi të gjitha rekomandimet e sugjerojmë dhe shpresojmë se këtu të përmirësohen ashtu siç i ka dhënë auditori rekomandime kryetorit si të përmirëson të gjetrat të cilat janë gjetë gjatë raportimit të tyre. Faleminderit. Faleminderit zotëri Goshi. Dikush tjetër? Zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues. Deshta mundole unë pak të raporti auditimit. Siç e dim, auditimi është organi pavarur, edhe është në këtë rast auditimi është i nivelit qendruar, auditimi i përgjithshëm. E cekën edhe parafalqet që janë 12 rekomandime, 6 janë të reja dhe 6 janë vjetra. Sa për sqarim, për me kuptu qytetarët, auditimi nuk i auditon gjitha kontratat, e ka një formulë ata që po besoj të rreth 20% që i kontrata. Breng është e gjetra për pajisje me IT. Leta din qytetarët e komunës sonë që kjo kontratë është lidh kontratë njëbërimore. Është raportu si kontratë emergjente. Qytetarët nderuan që kjo kontratë asgjë s'ka pas me emergjencë. As nuk ka lidh kontratë për vërshime. As nuk ka lidh kontratë për QKMF për pajisje të barna. A lidh kontratë për IT. A lidh dikon kontratë sigurisht për lidhje me kompjutera diçka. Nuk ka, edhe pse KRPP-ja ka kthy që nuk kanë drejt me lidh këtë kontratë, këta e kanë lidh kontratën me këtë arsye. Sepse siç e dini, vitin e kaluar këta për 9 muaj ditë investime kapitale i kanë shpenzu vish 31%. Edhe arsyeja qysh mi shpenzu paret, shkel e shka, kanë thirrë njerëz, kanë lidh kontratën e përzyre, kontrata njëbërimore. Unë jam i bindën që shumicën e kontratave me auditori krejt kështu ju dolin, se s'kan pos këta mundësi, për 9 muaj i kanë shpenzu vish 30%, a për 1 muaj e kanë arrit shifrën e 75%. Kjo flet për qeverisin e tyne, kjo flet për keqpërdrimet që i bojnë, të njëjtin sistem janë të shkuadën këtë vetë. 45% e kishin për 9 muaj, tash kanë me najbon brenda 2 ove, kanë me najbon 90%. Krejt me kontrata njëbërimore të bo pazare. Faleminderit. Faleminderit zotëri Ramusa. Zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Unë mendoj se ky raport mund të lexohet dhe të ndëgjohet dhe në asnjë mënyrë të ndryshohet, sepse nuk është përgjegjësia e Kuvendit apo anëtarëve të Kuvendit ta ndryshoj. Nga auditorit i kemi 12 rekomandime, 6 të reja dhe 6 të përsëritura, kështu që kërkoj nga ekzekutivi që rekomandimet e auditorit të jashtëm të zbatoj. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Atëherë vazhdoj me pikën Orna. Faleminderit shumë. Unë fillimisht me që zyrtari kryesor financiar është këtu, nëse ju kujtohet vitin e kaluar gjatë diskutimit për çështjen e raportit të auditorit, me çështje pa modifikuar, normal, është bën angazhim dhe është bën punë. Mirë po, kam një pyetje, a ka vend për hetim në këtë raport të auditorit? Me hetu tjerë, jo, nëse na nuk kemi hetus, mirë po na mbi bazën e kësaj shka po shohmi. Kolegë, du një falenderoj për çështjen e ngritur lidhur me blerjen e pajisjeve të IT-s. Tash dikush tash ka janë ato IT, kanë blerjen e pajisje ku me di çka. Jo, në bler laptopa për mi shfrytzuar zyrtarët e komunës, që ka laptopa mjaftueshëm në komunë, mirë po tash jam blerë një parë që mi morra te shtëpia mi keq përdor. Çështja e dytë është dobësi thot në menaxhimin e subvencioneve transfereve.
Ne në mbledhjet paraprake nuk më kujtohet cilla e kemi ngrit një komision për çështjen e rishikimit të dhënies së subvencioneve. Edhe për atë komision të cilin jemi unë, Recep Goshi dhe zotëri Mujota, Reshat Mujota, ne s'kemi pranuar asnjëherë asnjë përgjigje çfarë ka ndodhur me atë komision, edhe pse na s'jemi thirrur asnjëherë. Edhe këtu pat ngritu pat botë lashe, ja është e kundërligjshme, s'është e kundërligjshme, sa për informacionin e juaj, unë e kum pyetën me APL, dokumentin edhe pse nuk e keni pruar ju, që duhet ta bëni lidhur me këtë komision, do është me thirr komisionin, me majt mbledhje, nëse s'është bota i tash me thirr në të ardhmen, që na me pas me vazhdu punë si komision. Ne kemi hetu çështje të keq menaxhimit në dhënien e subvencioneve dhe transfereve. Njëra prej tyre ishte pak më herët në diskutimin paraprak ose në pikën e paraprakut që diskutuam koleg. Mirë po ka shumë tjera. Unë e kum bërë kërkesë për çështje dokumente publike dhe mbi bazën e një analize paraprake, jo që ka dobësi, po ka keq përdorim të plot nga ana kryetarit dhe gjithë stafit sa i përket menaxhimit të subvencioneve. Gjë që siç e tha kolegu paraprak, zotri Ramusa, ata nuk kanë arritur me marrë gjitha kontrollat për vitin 2022, mirë po ndoshta veç një, mirë po të hulumtonin ato që tash ne do ta bëjmë si komision, atë ne do dalëm dhe do të shihni se çfarë keq përdorime ka në menaxhimin e subvencioneve. Në kum bëni kërkesë për çështje dokumente publike, kum kërku pikërisht planin e punës sa i përket subvencioneve dhe më është dërgu gjëja që jashtë, që ekziston. Mirë po më është dërgu një thjesht një dokument i cili është i hartuar në Word, pa nënshkrim, pa numër protokolli dhe pothuajse dokument i cili është jo valid dhe ata prezantojnë si valid. Kjo është njëra pikë keq përdorime. Për tjerat ne do të kemi rastin me diskutuar edhe irave tjera. Edhe tash kthehemi te furnizimi me pajisje për IT. Shumë e qartë aty shihet që është në kundërshtim me ligjin. Edhe përgjigjja e menaxhmentit është se pajtohen me këtë gjetje. Mirë po shtrohet pyetja çka është bën pas kësaj gjetje, edhe pse s'është marrë ose s'është vepruar guzha, po vetëm pajtohem edhe kaq. Kështu që unë mendoj që këtu ka hapësirë për hetim. Edhe kisha pas dëshirë me i dëgjuar edhe zyrtarin kryesor financiar, jo vetëm të asaj, por edhe çështja e subvencioneve. Madje harrova edhe çështjen tjetër me diskutu këtu. Një pikë tjetër të cilën auditorët kanë gjetë, planin vjetor të mbështetjes financiare të organizatave që përmenda këtë, mirë po ka të bëjë edhe me çështje tjera financiare, një temë që ne po ta ngritur në më parë dhe mundu me u kamuflu kjo, çështja e shtabit të rancës. Janë bërë mjete financiare të ndëruar anëtarë të kuvendit mbi bazën e kërkesës së çështjes dokumente publike, është konstatuar se 10.000 euro, i cili ka qenë planifikuar për shtabin e rancës, ato 10.000 euro janë transferuar pa e pyet kuvendin, pa e pyet ministrinë, pa e pyet askënd, janë transferuar tek objekti ose tek projekti i tregut. Kush i ka dhënë autoritet kryetarit komunës, kush i ka dhënë autoritet zyrtarëve, drejtorave me bën atë bartje pa e pyet kuvendin, që me ligj thuhet që ose kuvendi ose ministri i financave ose ministria e financave lejon këtë gjë. Kështu që unë kisha pas dëshirë me i dëgju disa prej çështjeve që po ngres këtu, edhe me na tregu se si po vlerësoni ju këtë, a ka keq përdorim në menaxhimin e financave publike. Vitin e kaluar keni thonë që edhe pse raporti ishin modifikuar, ka mundësi për me bën hetime, kisha pas dëshirë tash këto çështje që po ngresone me pas një mendim të juaj, e di që ju nuk keni përgjegjës për këtë, mirë po me dëgju apo vetëm pajtoni, edhe do të heshim edhe do të presim se çfarë mund ndodhë në të ardhmen. Lidhur me raportin e auditorit, u tha dikush me ndryshu, është e vërtetë që ky raport nuk ndryshon, edhe shumë mirë që se ndryshon, për shkak se kjo është një provë. Kjo është një provë që një autoritet i pavarur i ka konstatuar disa shkelje të cilat mund të kenë, dhe dyshohet që ka vepra penale për të cilat dikush do të merret përgjegjësi. Përndryshe, mandatin e kaluar është përçesh një çështje e raportit të auditorit, ja i pa modifikuar, ja më ishte kryetari këtu, më kemë nxjerr që ja ka ja s'ka apo tani na fsheti. Sot këtu ka ikë për këtij raporti, nuk ka guxuar me dal për shkak se ka keq përdorime. Në vend që mi zvoglu gjetjet të cilat kanë qenë 6, sot janë bërë 12, domethënë ka shtu. Ky raport është real. Edhe mendoj që Jakupit lutem veç përmbyllë se kalon minutazhin. Mendoj që nuk ndryshohet dhe s'kem nevojë na me ndryshu, se na nuk kemi autoriteti, kjo është një organ i pavarur, mendoj që kanë bën punën më të mirë të mundshme, po të hulumtonin edhe pak, jam i sigurt që këto
nuk do dalte ky raporti pa modifikueshëm, po do dalte pak më ndryshe, po megjithatë organet tjera do të vendosin për tutje, shumë. Faleminderit shumë që më dëgjoj. Faleminderit. Zonja Velio. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Po diskutojmë për raportin që ka kthy auditori. Për komunën e Shtimës, zyra auditorit ka dhënë një opinion të pa modifikuar, i cili do të thotë se nuk janë gjetur keq deklarime ose keq pajtueshmëri. Pra, auditori jep opinionet të pa modifikuara nëse arrin në përfundim se pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në pajtim me kornizat e zbatueshme financiare. Kështu që derisa ne kemi ne opinion nga zyra e auditimit, nga zyra e kombëtare auditimit, formimi i një komisioni për të hetuar një pasqyrë që ka bërë ajo zyre, pra auditorit nga ajo zyre, po më duket plotësisht e pa kuptim. Apo kjo mund të jetë vetëm hajt foli diçka të tham, diçka ndoshta mund me gjetë diçka keq, se ti jo veç një komision, mirë po askush nuk mundet me dalë kundër veprimeve që i ka marrë zyra e auditorit. Faleminderit. Urdhna zotëria Jakubis, qarem një minutë. Vetëm për qytetarët e Shtimës, po më duket që nuk më kuptoj kushdo që mendon ndryshe sa i përket asaj që ka thash, nuk kemi të kërkuar nga komision me hetu raportin e auditorit se s'ka shans me ndodha ajo. Mirë, po auditori ka gjetë një çështje, një shkelje për subvencione. Për cilën gjë ne kemi kriju një komision si kuvend, edhe ai komision është i lehtëshëm edhe duhet me fillu me punu. Faleminderit. Një minutë, Sonja Velio. Unë e po ta fort qartë krijimin e atij komisioni. Mirë po, atë komision që ju po e cekni për atë pikë, edhe për ato e ka dhënë auditori mendimin e vet. Kështu që ti nuk mundesh me dalë as ti as son as kërkush, më ekspert se ekspert auditori. Urdhna replik një minutë, zotëria Jakubi. Ta gjoj të farë. Për qytetarët, veç ju tregoj, faqe numër 5, konkluzioni A2 i auditorit general. Thot, A2, dobësi në menaxhimin e subvencioneve dhe transfereve. Nuk di në çka duhet me manojë për me të thonë që ka dobësi ose ka shkelje në çështjen e ndarjeve së subvencioneve dhe transfereve. Kto e ka thonë auditori, që më të thonë unë. Faleminderit. Dikush tjetër? Zotëri Mujuta. Faleminderit kryesues, sa i përket raportit të auditorit, është fakt që ne nuk e ndryshojmë, po rekomandimet duhet t'i shtrijmë dhe t'i diskutojmë kuvend. Na flasëm për të gjeturat, për mua më shqetësuese është për 12 pikat e gjetura që janë nga auditori, 6 të përsëritura. Që kjo më shqetësuese që kallëzon mos seriozitet të punës që auditori ka rekomanduar që të eliminohen këto gabime, sa i përket këtu më çon drejt te drejtoria e prokurimit. Shembull edhe e përmenën disa parafols pjesë ku ka gjetë defekte auditori, gjatë defektet kanë qenë gjatë ekzaminimit të tenderëve, të rregullimi i tregut që e përmeni parafolsi në qytetin e Shtimës, asfaltimi i rrugës Gëdan-Zbërc dhe rregullimi i parkut të sheshin e qytetit të Shtimës faza e 4. Ndërtimi i observatorit, këtu janë kriteret që nuk janë zbatuar gjatë periudhës së prokurimit edhe kanë bërë shime prokurimi. Kjo unë peshoj që në 13-shën edhe në 14-shën janë në proces dhe unë lutem që zgjidhen. Po dhe këtu mos tjesin si 6 të përsëriturat. Jetë një raporti auditimit, sido që tjetë në do të me përkro këto, auditori është organi më i lartë i pavarur edhe që na i gjon edhe gabimet, po ka një herë e thash edhe që në fillim, kur e bim një drejtor që nuk është tatim paguesi i komunës sonë,
edhe nuk ka obligime ndaj komunës tonë, edhe vjen ai merr një rrugë, edhe na shkon pa lam të mirë pe këtij kuvendit, pa na raportu se ti ishin bën raportet e prokurimit, unë zbesoj edhe që të gjetura që kishin mujt me ndodh pe auditorit, se i kishim diskutuar në çet kuvend dhe i kishim eliminu këto gabime. Nuk po du me akuzu kërkan për gabimet mund të jenë, po seriozitetin punë du të kry. Ma shumë kisha pas qef më mallon një detaj që nga ZKF-ja, që nga ZKA-ja, që nga kryetori komunës, pse 6 pika i kem të përsëritura. Që kjo mu mba ma më shqetësu, që nuk i mu po më duket që se kena morë seriozisht rekomandimin e auditorit. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër, para se t'ja japim fjalën dikuj nga ZKF nështë ta, zotri Ferati në jep sqarimet shtesë. A ka dikush nga asamblesë që pastaj mos bojmë pyetje shtesë? Por në zotri Ferati. Faleminderit. Proceduralisht raporti auditorit u kondosh me orë me një periudhë pak më të hershme, mirë po për shkak se kuvendi nuk ka funksionu dhe thasht jena me një situatë ku kem me shqyrtu dhe para jush raportin e auditorit, njëkohësisht kem me shqyrtu masoj pikë është edhe raporti zbatimeve, të rekomandimeve zyrës kombëtare të auditorit. Edhe unë nuk kam diçka shkashtoj ma tepër në këtë pikë, për arsye se në pikën tjetër na veç keme diskutu a ke mujt me i eliminu gjeturat e zyrës kombëtare të auditimit, vetëm edhe ne për potencoj që ne krijojmë organe dhe krijojmë grupe punuse, kryesues të atyre grupeve që ti implementojmë gjeturat dhe zbatimin e rekomandimeve. Ne nuk kryjmë detyrë tjetër, as në raport me hetuesin, as në raporte tjera, na vetëm zbatojmë detyrat tona që këto mes më na u përsërit gjeturat vitin e anshëm, si dhe ti minimizojmë gjeturat e zyrës kombëtare të auditorit. Njëkohësisht e kem parasysh edhe auditorin e mbrëmshëm, i cili ka gjeturat e veta, kështu që këto dy raporte ne ma shumë punojmë intensivisht që edhe mos më përsërit, edhe mos me ndodh në të ardhmen me pas gjetje ndryshme ku mujnë më na dhonë një pasqyrë jo të mirë të ekzekutivit. Faleminderit. Faleminderit zotri Ferati. Vazhdoj me pikën tjetër të rendit ditës, që është raportimi për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të jashtëm për vitin 2022. Kjo pikë besoj që është e lidhur ngushtë me pikën paraprake, po megjithatë dëshironi dikush fjalën rreth kësaj pike nga ZKF-ja? Zonja Kimete, Faleminderit kryesues. Pra kemi edhe raportin tash për zbatimin e rekomandimeve, periodik të zbatimit të rekomandimeve, pra mbas rregullore të punës së auditimit dhe ligjet 05 L055, plani veprimit dhe njoftimi periodik lidhur me rrjedhën e zbatimit të tij, ku duhet se pas hartimit të planit të veprimit entiteti auditorit i dorëzon auditorit të përgjithshëm dhe kuvendit raport lidhur me progresin dhe zbatimin e rekomandimeve. Ju lutem të bashkangjitur gjeni raportin periodik për zbatimin e rekomandimeve për vitin 2022. Domethënë dy herë në vetë na i rekomandojna, i raportojmë pra të zyra auditorit me 30 shtator dhe me 15 mars, domethënë dy herë në vetë raportojmë për zbatimin e rekomandimeve të gjetura që kanë ndodhur në raportin për vitin 2022. Kështu që pak edhe këtu me vonesë jena, veç më është dorëzuar raporti, mirë po patjetër do të më dorëzohet edhe kuvendet. I kemi pra 12 gjetura që janë edhe të prezantuara. Kemi mos publikimi i projektit ekzekutive në të nder për punë. Pra kryetari duhet të sigurojë se për çdo procedurë të ndërruese për punë përveç përgatitjes së projektit ekzekutues bëjmë publike të gjitha dokumentacionet e tjera për të nder. Domethënë dokumentat nuk i ka përfshi sistemi i e-prokurimit, nuk i ka përfshi të gjitha projektin,
Kështu që është detyruar të përbas një listës ose një evidencës për ato që nuk janë përfshirë. Pika tjetër, po në proces është, pika tjetër kena mungesa e planit vjetor për mbështetjen e financiare të OJQ-ve. Është pra i zbatuar se kemi raportu në planin. Kështu të çdo një muj det pas aprovimit të buxhetit dohet raportojnë në zyrën e qeverisë së mirë të kryeministri për planifikimin e subvencioneve për financimin e OJQ-ve. Në 3 kemi klasifikimin një adekuat i shpenzimeve në kategoritë ekonomike. Është i zbatuar edhe kjo për pasqyra financiare për gjeturat, regjistrimin e shpenzimeve sipas kodeve ekonomike përkatëse që nuk janë bën bastozime alternative. Këto ka qenë fjala për shpenzimet e varrimit, që sek edhe më herët e subvencionet, e cila ka desh të paguhet nga subvencionet e jo nga marrja të shërbimet. Po me këtë planit kontabël, këtë lloj të shpenzimit e kena pas të malla të shërbimet. Kështu që për vitin 2023 kjo është e zbatueshme, se ka kaluar te subvencionet, po te në kohën e prillit ka qenë kontrata ka qenë e lidhur në muajin prill, kështu që te në muajin prill kanë qenë nga malla të shërbimet, në muajin prill kanë kaluar pra te subvencionet dhe kjo është eliminuar kjo gjë. Katër është efikasiteti i në menaxhimin e llogarive të argëtueshme, po te zyra të tatimit pronë edhe kjo është në proces që dohet të argëtueshmet, pagesa e borxheve, kjo është proces. Kemi edhe llogaritë argëtueshme të ndërmarrjes shoqërore, por edhe kjo është në proces që do të çojmë rekomandime të lidhura me pagesën e tatimit pronë. 6 kemi mos kompletimi i njësisë auditorit të brendshëm, është në proces, pra pasi që drejtori është shkuar në penzion, kështu që do ta bëjmë edhe plotësimin e zyrës së njësive auditorit të brendshëm. Kemi edhe dobësitë në menaxhimin e subvencioneve dhe transfereve, dhe kjo është i zbatuar. Kjo ka vlerë për gjitha drejtorat e drejtorive, kush ka subvencione. Te që është mangësi në regjistrat e pasurive, dhe kjo është e zbatueshme pasi që është bë përmirësimi në pasqyra dhe është përmirësu. Në kemë procedura e prokurimit në përëzim e pajisjet të IT-s, nuk ishte në pajtëshmëri me rregullat e prokurimit publik, edhe kjo është në proces. Kemi mbi vlerësimin e detyrimeve kontingjente, këtu janë pagesa që janë bërë përmes përmbaruesve, kështu që është rrit shuma, mirë po e kemi bërë edhe këto identifikimin. Plani i shërbimeve para krijimit të urdhërblerjes, edhe kjo është e zbatuar, kështu që njëherë do të më bëjë zotime maset nxjerrët urdhërblerja, edhe kjo është i zbatuar. Dhe kemi fundit, mos arritja e verifikimit 20% të pronave të parushmërisë, por nga zyra e tatimit pronë, që janë të obligueshme që 20% të bëjnë verifikimin e pronave të parushme. Faleminderit, a ka ndonjë në pyetje? Faleminderit, zonja Kimete. Dëshiron fjalën dikush? Po, zotëria Musa. Kryesues, faleminderit. Kimete, faleminderit për sqarimet. Këtu shihet një seriozitet që ekzekutivi nuk ka interes për mi bërë rekomandimet në bazë të auditorit që kanë gjeturat. E dëgjova me vëmendje zyrtarin kryesues financiare, edhe është e gjetur puna e kompletimit stafit të auditorit brendshëm, puna drejtorit që ka dalë në penzion. Po kjo logjikisht jebe këta për drejtorin e kanë ditë një vjet më herët që ka me dalë në penzion, se përcakton mosha ato. Kështu që tashti, drejtori gati që një vjet ka dalë në penzion, hala nuk e kanë plotësu stafin ato për auditor të brendshëm. Kjo flet se sa serioz janë këta në zbatimin e rekomandimeve dhe në punë që kanë obligim mi kry. Siç po shihet qytetar për mi zbatu këto rekomandime, për
për me nol këto pa rregullsi, na duhet me prit edhe 2 vjet të shko ky ekzekutiv të shtëpia me orën ekzekutiv i ri, me anis, me zbatuar rekomandimet të auditorit. Plus sa rekomandime, sa puna është pa kry këto që nuk i ka hetu auditori. Kështu që kjo shifet e mora si detaj të vogël punën e drejtorit. Këta 1 vit, 2 vit më herët, çfarë ditë që janë në komunë e kanë ditë që drejtori i auditimit ka me dol në pension. Me datë është ato, se për ta këtë mosha. Këta hala nuk kanë fillu më marrë me atë proces. Edhe e japin arsyetimin këto i në proces. Faleminderit. Faleminderit, zonja Veliu. Faleminderit kryesues, faleminderit shumë zonja Uka për këtë përmbledhje. Mirë po, raporti auditimit për vitin 2021, po e kam fjallën, për komunën e Shtimës ka rezultuar me 15 rekomandime. Deri në fund të vitit 2022, 9 rekomandime janë zbatuar dhe 6 prej tyre nuk janë zbatuar. Ndërsa, raporti që na është dhënë tash neve, ka 12 rekomandime, ku 6 rekomandime janë të reja, do më thonë të reja dhe 6 rekomandime tjera të përsëritura. Pra, nga 12 rekomandimet, 7 nga rekomandimet janë në proces, 5 nga rekomandimet janë të zbatuara. Pra, të gjitha rekomandimet e dalura nga raporti periodik i zbatimit e rekomandimeve për vitin 2022 ose janë zbatuar ose janë në proces. Lidhur me këtë, ne si grup parlamentari rekomandojmë kryetarit që këto rekomandime që janë në proces të vijen në zbatim ashtu si që janë zbatuar edhe 5 rekomandime të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ju lutem, zotëri mu juta. E ka bëdhi boni zonja Kymete. Zotëri Tërshani, më të avam fjallëna. Jo, por në zotëri Tërshani. Masi fuli dhe Zenia, po fuli edhe në pak. Po më intereson... Kymete, falenderit shumë për informatat, po më intereson që ka procedura për pajisjet IT-s. Mësi është shkon pa procedurë të rregullt. Për kanë është bo blerja, a mund është më nga të regu? Falenderit. A dëshirani me u përgjigja, apo doni me shkremja, dhot? Ordna, zotëri Ferati. E spjegova pak a shumë procesin, që shka rrjedhe tash është një grup që është i kriju prej zyrës kryetarit, përbëret ati grupi, janë 18 anëtar, i pri si kryesues i grupit për zbatimin e rekomandimeve dhe thuhet plani veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Ati grupi i prion, edhe njëkohësisht këto në proces janë vërtet 100% të këto rekomandime janë të zbatuara. Ato këto të zbatuara ta kanë fjalë. Këto në proces janë deri në fund vitit duhet me prit, edhe pse kem takime vazhdimisht në faza, në periudha kohore ku theksohen edhe ato cilat janë rekomandime dhona dhe janë proces, edhe rishikohen edhe njëherë, edhe merret një pasqyrë më e saktë, edhe vërtetohet që ajo e gjetur nuk është përsërit gjatë këtij viti në cilin jemi. Kështu që prej vitit kalu, deri në këtë vit ne kemi arrit me i përmirësu gjeturat, edhe rekomandimin e zyrës kombëtare të auditorit, edhe në këtë vit për cilin jemi, edhe pse ka fillu auditimi i vitit 2023, ne veç kem arrit me i përmisu 5 nga 12. Ato 7, cilat nuk janë të
cilat thamë që janë proces, shpresojmë që mesin e tyne edhe 3, eventualisht edhe 4 të eliminohen edhe ato të jenë të zbatuara për këtë vit, që vitin e ardhshëm kur të raportojnë mars në zyre kombëtare të auditimit edhe para jush, edhe para tyre të dalmi me gjetura sa më pak nga ky raport, cilat nuk janë zbatu. Janë disa gjetura cilat dojnë punë më të madhe, e cilat nuk e mujt me i botë të zbatuar. Për shembull të arktushmet, borxhet, edhe pse është fjolla për borxhet cilat janë qytetarëve në raport me institucionin, që i kanë qytetarët e komunës tonë edhe janë të larta. Me një nënon, zyrja e tatimit pronë ka arrit me grumbullu një shumë rekord të hyrave nga tatimin pronë, mirë po krejt ajo punë voluminoze që është në zyrën e tatimit pronë nuk ka arrit me i mbledhë dhe borxhet e viteve paraprake. Do me thonë, ajo donë punë dhe angazhim. E kanë edhe një e cila në proces, e kam fjollën të tatimin pronë, është një verifikimi 20% pronave. Ata janë veç gati në finalizim të mbylljes të kësaj teme, kështu që vitin e ardhshëm edhe ajo gjetun mos të jetë në proces të raportit të auditorit për vitin 2023. Kemi tjera atje patëm pyetjen për pajisjen, është blerje për institucionin tonë që është menaxhu prej zyrës prokurimit, kështu që nuk kam diçka tjetër shka shtoj. Krejt këto që janë në proces dhe zbatuara tjetër nuk kem shka shkrujmë diçka tjetër vetëm se me qujtë ose në proces ose zbatuar. Tjetër nuk di shka me shkru që me zbut ose me deklaru. Nuk guxoj me deklaru asgjë diçka tjetër përveç se asaj që është 100% e sigurt dhe evidente që vërtet është zbatu edhe është ajo që në talmën mës me u gjetë edhe një. Faleminderit. A dëshiron fjallën dikush për herë të parë? Tash, om faltës. Sonja Beqa. Faleminderit kryesues, i nderuar bujar Ferrate. A mundësh më specifikisht, më konkretisht, me më tregu që çdo 15.000, mbi 15.200 euro, kush ka ble laptopa, edhe çka kanë qenë më urgjenc. E di që ka detaje, ka gjana, specifikisht nuk kisha lut, me gjithë respektin, kush ka ble laptopa me vlerë mbi 15.200 euro. Faleminderit. Faleminderit. Edhe njerë, është fjalla për gjeturën e auditorit blerja pajisjeve, po, këtë shpresoj drejtoria e prokurimit në fatin sa matë shkurt kohur, do të përmbledh dokumentacionin kompletuar, apo njësia kërkesë cila ka nisë kërkesën për blerjen e atyre pajisjeve, se tash në fakt unë nuk e di shka u ble laptop. Atje kodi është pajisje tjera, tash përmrena shka është ble, nuk po moj me ditë, mirë po, përgjigjen besoj që në fat sa ma shkurt kohur, do të ajopin drejtorit për koce. Ne do t'i... Urna? Jo, unë nuk moj me ditë se unë nuk menaxhoj me prokurimin, unë nuk bëj... Po nuk moj me mojt men, unë janë me mija procedura cilat nisën, edhe kërkesat që... Po nuk është të thjesht, po gjithat janë përbëra. Për arsye se ka shumë, tash 1.000 unë nuk moj me i akseptu krejt truni e me ditë çdo moment, çdo blerje që o bo. Unë mjafton me mojt men tash këtu në proces që janë 12 gjetura, këto janë zbatume, këto janë proces, cilat janë ato, cila ka qenë esenca atyne, shka është gjetë mrena atyne me spjegu para juve. Mi po këtë procesin që anë vazhdimësi, besoj që shumë shpejt drejtoria për kose dhe ta bjen me shkrim në adres tonë. Faleminderit. Apo edhe gjithë deputetëve nderuar. Faleminderit. Faleminderit shumë zotëri Ferrate. Vazhdoj me pikën tjetër, pasi që kjo pikë nuk votohet. Diskutim për raportin vjetor të auditorit të brendshëm lidhur me auditimin dhe aktivitetet e kryera gjatë vitit 2022. Edhe kjo pikë është e lidhur ngosht me 2 pikat paraprake. Këto e kemi zotëri Jetosh Rrafshin, cili do të na elaboroj pak këtë pikë e pastaj do të hapim diskutimin. Zotëri Rrafshi, fjala për juve. Faleminderit kryesues.
Përshëndetje për gjithë ju të praneshëm në këtë sallë. Atëherë në emër të njësisë auditimit brendshëm Komunës Shtimës, para juve keni dokumentin formatit të raportimit, i cili dokument përmbon një raport për mbledhjes për aktivitetet e njësisë auditimit të brendshëm, formati i raportimit i cili dërgohet edhe në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, kodër të njësisë harmonizuese qendrore të auditimit brendshëm, si dhe menaxhmentit. Ky raportim në Ministrinë e Financave është standard i raportimit të njësisë sonë dhe bëhet 2 herë në vit, në 6 mujorin e vitit dhe në dhe 1 herë në vjetor. Dokumenti para ju përbëhet prej 2 pjesëve, si dokument i raportimit, ku pjesa e parë përfshin qëllimin e raportimit, rolin e njësisë, rolin dhe qëllimin e auditimit në brendshëm, zbatimin e standardeve të punës së njësisë auditimit të brendshëm, ndërsa pjesa e veçantë e këtij raportimi përfshin auditimet e realizuara, gjetjet nga ato auditime dhe rekomandimet. Kuptohet që qëllimi i këtij raportimit është që të prezanton aktivitetet e njësisë auditimit të brendshëm. Me këto nënkupton që është obligim ose është standard për raportim të punës tonë si njësi auditimit të brendshëm. Roli dhe qëllimi i auditimit të brendshëm, njësisë auditimit të brendshëm është që të jetë në funksion dhe në shërbim të menaxhmentit që të ndërton, të monitoron dhe të raporton për sistemet e kontrollit dhe efikasitetin e menaxhimit financiar të organizatës buxhetore. Do të thotë roli i njësisë auditimit të brendshëm është për këtë qëllim, për avancimin e sistemit menaxhimit financiar. Në zbatimi i standardeve, keni informuar në kodër të raportit që njësia auditimit të brendshëm ka kriteret dhe standardet për kryerjen e punës tyre profesionale dhe informat shtesë ma detale është si shembull që duhet të kenë një licencim nga një institucion i akredituar i shkollimit për auditim të brendshëm, që këtë ka plotësuar njësia auditimit të brendshëm në komunën tonë. Dhe është e obliguar të zbatoj standardet profesionale gjatë punës së tyre. Pjesa e veçantë e këtij raporti, e këtij dokumenti, që është vetëm për menaxhmentin dhe për njësinë harmonizuese qendrore me Ministrinë e Financave, përmbon auditimet e kryera gjatë periudhës dhe sipas planit vjetor dhe planit strategjik parapor në atë periudhë kohore. Kështu që pjesa e veçantë përmbon auditimet, po në pjesë përmbledhëse ku përfshihen emri auditimit, gjetjet për atyre auditimet që janë kry dhe rekomandimet për ato gjetje. Gjithsej gjatë vitit 2022 janë kry 6 auditime, do të është realizuar dhe plani vjetor i auditimit. Detalet për këtë raport, për këtë dokument i keni në gjithë dokumentin, kështu që do të jam i gatshëm gjatë diskutimin që se keni çështje për të diskutuar që të përgjigjem. Kuptohet që ky raportim ose kjo informon nga njësia auditimit të brendshëm është për qëllim të informimit ju që menaxhmenti apo ekzekutivi i komunës tonë aplikon sistemet kontrollit, aplikon sistemet menaxhimit financiar dhe ka njësitë ku e sigurojnë, ku e rekomandojnë për funksionimin e tyre. Faleminderit për më. Faleminderit zotëri Rafshi. Dëshiron fjalën dikush rreth kësaj pike? Po zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues. Fillimisht e përshëndes përfaqësuesin e auditorit të brendshëm zotëri Jetush Rafshin. E kuptojmë rolin e auditimit të brendshëm, është njësia për nevojat të brendshme i përgjigjet udhëheqësisë të sektorit publik, këtu në këtë rast i përgjigjet kryetarit, sigurisht e këshillon kryetarin, sigurisht edhe një mën organizatës që të përmbush objektivet e saj. Jetush, kam një pyetje direkte për ju. Siç e dini, se di sa e keni lexuar, është një e gjetër e auditorit për vitin 2022. Në 2 pagesra për mallara dhe shërbime, në vlerë prej 20.685 euro, kanë identifikuar se paraprakisht është pranuar fatura, pastaj është kriju urdhër blerja. Procedurat e përgjithshme për procedimin e pagesave përcaktojnë hapat për procedimin e pagesave, ku fillimisht bëhet kërkesa për blerje, lëshohet urdhër blerja, bëhet pranimi i mallit, pastaj operatori ekonomik e sjell faturën për pagesë. Në këtë rast
është gjetja auditorit që për këto 20.000 cajra, këta veç e kanë pranu faturën, se kanë pranu mollin, se kanë bo pranimin teknik, mjetet i kanë lëshu. Po më intereson, a ke arrit nivel që me këshillu ekzekutivin që mos me bon kësi gabime. E njëjta pyetje vlen edhe për zonjën Veleu, se po më duket të shtojë më shumë rolin e ekzekutivit këtu. Nëse ka përgjigje zonja Veleu, do të më jap edhe zonja Veleu përgjigjen këtu. Zotëri Rafshi, kemë përgjigje? Ose a ka dikosh pyetje që ta përmbyllim pastaj me përgjigjen e zotëri Rafshit? Nuk ka. Vazhdo me përgjigjen edhe mbyllim si pikë. Okej. Për gjetjen nga auditimi jashtëm, nga zyra kombëtare auditimit, ato gjetje se cila prej tyre diskutohet prej me menaxhmentit dhe si thanë edhe në pikat paraproke krijojnë ekipet e veprimit për implementim të atyre gjetje, implementim të rekomandim nga ato gjetje. Sigurisht se menaxhmenti i organizatës ose cilës organizat gjithmonë i merr parasysh gjetjet dhe rekomandimet e auditorit jashtëm për të avancuar sistemin e tyre. Në këtë rast, roli i njësisë auditimit në brendshëm edhe i auditorëve të brendshëm është pjesë e këtyre ekipeve të krijuar nga menaxhmenti për të përcjellë implementimin e rekomandimeve nga raportet e auditorit qoftë në brendshëm, qoftë të jashtëm. Sigurisht se menaxhmenti merr parasysh rekomandimet dhe ka parasysh gjatë aktiviteteve dhe veprimeve në vitin aktual, po edhe në periudhat e ardhshme, gjatë menaxhimit apo administrimit. Sigurisht që shpesh herë opinionet e auditorit ose rekomandimet e auditimit dhe auditorëve janë të tilla që deri sot kuptohen, deri sot kuptohet roli i tyre, deri sot adaptohet ai rekomandim, ai këshillim që për me avancu sistemi. Dhe këtë e ban menaxhmenti zakonisht ndaj gjitha rekomandimeve të raporteve që i ka, po më varet prej aktiviteteve apo gjetjes deri në çfarë periudhe mund të realizohet. Faleminderit zotëri Rafshi. Atëherë, pasi që nuk kemi më të paraqitur, vazhdojmë me pikën tjetër që është 7 me radhë. Propozim vendim për ndryshimin e vendimit të Kuvendit në PI 01 fraksion 271 të datës 6/7/2023 për programim e banim social 2023-2025 sipas rekomandimeve të linjës numër 3808 viz 2 fraksion 23 me datën 18/7/2023. Ne kemi marrë një vendim si Kuvend dhe Ministria na ka rekomandu që bazën ligjore ta ndryshojmë. Tani më Drejtoria e Shëndetësisë ka ndryshu bazën ligjore të këtij vendimi dhe ne duhet që sot ta votojmë që kjo të hecë tutje. A ka dikush rreth kësaj pike me diskutu? Nëse s'ka atëherë udhim votim, kush është për që kjo pikë e randi ditës kaloj? Do të thotë në sallë gjithsej të pranishëm jam 17 unanimisht. Faleminderit kolegë, vazhdojmë me pikën tjetër të randit ditës, që është propozim vendim për zgjedhjen e 2 anëtarëve të komisionit nga Kuvendi për zgjedhjen e drejtarëve në institucionet arsimore. Këtu e kemi edhe një rekomandim nga Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht vendosi që të rekomandoj Kuvendi miratimin e vendimit për zgjedhjen e 2 anëtarëve të komisionit për zgjedhjen e drejtarëve në institucionet arsimore, me arsetimin që drejtoresha arsimit të jap sqarime në Kuvend për anëtarët e propozuar të komisionit. Do të thotë drejtoreshën nuk e kemi prezent, po ne i kemi 2 emra që i ka propozu drejtoria. Më falni vetëm pak. Njëri është zyrtari i komunës që është në zyrën e DKA-s, zotëri Fatmir Zimeri, zyrtar për arsim në DKA dhe
Propozimi i dytë është Feride Qorolli Lubishtani, mësimdhënëse në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Do me thonë këta janë dy antartë. A dëshiron dikush fjalën? Orna zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, pikërisht mu duk se mos e te kaluve se nere kemë propozim vendimin për ndryshimin e vendbanimit, mos tike ky detaj pikë si rendite. Edhe E votum unanimisht. S'pa diskutime u dhe drejt votim. Sa i përket propozimit për zgjedhjen e komisionit për 2 anëtar nga kuvendi, dhe me sa e poshën e 2 anëtarë pe ekzekutivit drejtoresha o administrata o kryetari kush emëron ata në komision, kisha pos si propozim mos kishte me qenë mënyra më e mirë që shkollat caktojnë komisionin për zgjedhjen e drejtarëve. Unë menoj që nëse nuk ka politik në shkolla, atëherë stafi i profesorëve mos jetë asnjë antar i kuvendit. Mos bëhet politik. Me javlon procedurë shkolla, stafi i shkollave ta formojnë komisionin për emërimin e drejtarëve. Nëse keni marrë këtë vendim që kuvendi ta zgjidhë këto, se unë e kam shqyrtuar edhe sipas udhëzimit administrativ, nuk është e domosdoshme me kuvend. Shumë ma parimore dhe ma prioritare është që ma mirë se stafët e shkollat që e din ko ta zgjedhin drejtar të asoj shkolle, s'mujna me dit asna një piktuhet. Edhe nuk bëhet politik, edhe më duket që kanë për zgjedh njerëz të matur. Kjo është si propozimi ime, le të diskuton si kushdo qoftë për propozimet e veta, po më duket që nëse shkojmë për mos me qenë arsimi politik, lev në dorë shkollave, profesorëve, arsimtarëve në ta formojnë këtë komision. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zotëri Seferi, pastaj zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues, po duam të lidhem me paraforcin, me reshotin. Edhe unë është ta isha pajtu në lidhje me ato propozimin e tij, i cili kishte qenë shumë demokratik në lidhje me propozimin apo marrjen e vendimit të se kush do të jetë drejtori i një shkolle të caktuar. Mirë po, në shtat pak kisha dashur me plotësuar në reshotin, me qenë se udhëzimi administrativ thotë që duhet me qenë 2 zyrtar nga DKA-ja, një zyrtar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe 2 përfaqësues të Këshillit Drejtues të asoj cila dëmon veç është para parë në bazë kësaj. Nëse ne dëmon dalme me propozime të reja, mendoj që nuk do të bëjmë asgjë tjetër veç se ta shkelim udhëzimin administrativ dhe jo diçka tjetër. Prandaj duke u bazuar në udhëzimet administrative që janë në fuqi, atëherë mendoj që propozimi si i tillë duhet të shkojë. Pavarësisht asoj ja ka bëu drejt që i ka zgjedh pikërisht ta dy emra drejtoria e arsimit apo ekzekutivin përgjithësi, mendoj që është drejt e saj të diskutojmë, megjithatë është e drejtë e jona të marrim mendim apo jo. Mendoj që veç një sqarim reshat kjo jo diçka tjetër, vetëm duke ju referuar udhëzimeve administrative në fuqi që janë. Faleminderit. Replik zotëri Mujota. Unë e falenderoj Besnikin për këtë kompletim, po përfaqësim për zyrës duke as në të ketë. Unë jam pe kuvendit e thash, edhe se e përcakton udhëzimi administrativ, ato edhe kryetori i Këshillit nivel komunal, që do të jetë detyrimisht në këtë pjesë e këtij komisioni, po mos të jetë politik. Domethënë na jem përfaqësime politik këtu, edhe në çka do që vendosum, na domosdoshmë, nëse shkon në mënyrën, po them thujza, nëse shkon në mënyrën më të mirë të mundshme, ka mu bë proces politik. Domethënë anëtarët e kuvendit, anëtarët e DKA-s, edhe këtu nuk peshet të arsyeshme tek e fundin dorë ka krejt drejtoria e arsimit, edhe me numër të komisionit, edhe veç ka e shën një anëtari i kuvendit, veç ka me shku mu përly. Në të zgjidhjen, unë kisha propozuar, në të zgjidhjen 2 anëtarë të kuvendit, jo në rolin e komisionit, por në rolin e vëzhguesve. Kështu pajtoj Besnik mu konë, 2 anëtarë për kuvendit, veç me lu rolin e vëzhguesve, jo mu përzi proces për përzgjedhjen e drejtarëve. 2 anëtarë të kuvendit, në ta kryjnë rolin e vëzhguesve, procedurat
në të udhëheqin ata. Mu më duket që ma demokratike, ma parimore mënyra, si do që tjetë shumica vendus. Zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues. Megjithëse u dhanë edhe sqarime dhe parafalësit, të kjo pikë e kem udhëzimin administrativ të ministrisë që ne sunikim. 2 anëtarët komunës që propozohen atë DK-ja është obligative të votohen kuvend. Nuk janë pjesë e kuvendit to, janë propozimi i ekzekutivit. 1 anëtar e cakton ministria. Edhe 2 përfaqësues këshillit drejtues në cilësinë e vëzhguesve, njëri prind dhe njëri mësimdhënës. Do të thotë gjithë këta e kompletojnë komisionin. Por e jonja si kuvend është për 2 anëtarët që kanë më votuar në kuvend e që vinë propozim nga ekzekutivi. Tash unë kam emrat para vetes këtu. Tash me drejt duke e njohur personalitetin e Fatmir Zymerit, punën profesionale dhe sinqeritetin e tij, unë jam që Fatmir Zymerit kalon, po flas në emën tim. Nuk jam që mos të kalaj as Feride Çorrolli Lubishtani. Po drejtën me të tregu, unë s'besoj që asnjë anëtar i kuvendit nuk pe njeh. Më përjashtjem duket thënë nga Rashinca, nëse gëzimi e njeh. Ka qenë më e udhës, edhe kemi bërë rekomandim drejtoreshës të vije të na i prezantoj. Kush është, nga është, çfarë kualifikimi ka, ku punon, kështu që po mendoj që për mos punë drejtoreshës, unë nuk jam të bllokohen proceset. Unë jam që këta 2 emra të votohen. Edhe pse drejtoresha në këtë rast e ka pos obligim me orë me na i dhos sqarimet. E kemi edhe në komandim të Komitetit Politik dhe Financë. Kështu që jam që këta 2 emra pe kuvendit kalojnë, tjerët nuk është në dorën tonë, i përcakton jo ministria dhe 2 kanë përfaqësues të këshillit, 3 kanë përfaqësues të këshillit drejtues. Faleminderit. Zotëri Ademaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Edhe ne si grup LDK AKR e përkrahemi zgjedhjen e 2 anëtarëve të komisionit nga kuvendi për zgjedhjen e drejtorëve. Nga DK-ja janë propozuar për këtë komision e kemi Fatmir Zymerin dhe Feride Çorrolli Lubishtakun. Mendojmë se këta 2 anëtarë që janë propozuar në këtë komision janë meritor. Presmi nga ky komision që drejtorët e shkollave të zgjidhen me meritokraci. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Zonja Veliu. Faleminderit kryesues, pajtohna plotësisht me parafalësit e me, dhe unë pajtohna me zotërion Ramusa. Ato pa diskutim roli i Fatmir Zymerit nuk diskutohet edhe e njoh me mirë, po sa i përket Feride Çorrolli Lubishtani, edhe mu si emën mu ka doki pa njohur dhe kështu që ka marrë informata rreth saj. Nuk pe bëj këto për me arsyetu, mirë po veç po du me dhonë një sqarim edhe për qytetarët që janë duke na njeh. Feride Çorrolli Lubishtani është pjesë e Universitetit të Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj, që nga viti 2014 aty ka qenë si asistente. Ndërsa nga muaji tetor i viti 2016 është zgjedhur ligjëruese e lëndës së matematikës për biznes në këtë universitet. Ka të përfunduar studimet themelore dhe ato master në Universitetin e Prishtinës në fushën e matematikës. Kështu që mbas këtyre të arriturave që i ka, besoj që i plotëson kriteret për të qenë komision. Faleminderit. Faleminderit zonja Veliu. A ka dikush tjetër që don me diskutu për emrat të këtij komisioni? Tërë nëse s'ka e ullim votim. Kush është për që zotëri Fatmir Zymeri dhe zonja Feride Çorrolli Lubishtani të jenë pjesë e këtij komisioni? Unanimisht. Më falni. Edhe njerë, kush është përveç, më bani dur pak më lartë.
19 për, kundër, s'ka, abstenim, 2 abstenime. Atëherë me 19 vota për dhe 2 abstenime kalon kjo pikë e randit ditës. Vazhdoj me pikën tjetër të randit e ditës me radhë, që është draft rregullore për përcaktimin e procedura për dhënien e shfrytëzim me pak se një vetë të pronës komunale. Kjo do të thotë ka me shku në diskutim publik, është një draft rregullore. Komiteti për Politikë dhe Financa unanimisht ka vendosur që ta kalojmë që kjo pikë e randit ditës të shkojë në dëgjim publik. A ka dikush diçka me diskutu? S'ka, atëherë ullim votim. Kush është për që kjo pikë e randit ditës të shkojë në dëgjim publik? Zotëri Gashi, unanimisht, faleminderit shumë. Vazhdoj me pikën e 10, që është draft rregullore për procedura dhe kritere për zgjedhjen e laureatëve të vitit në sport. Edhe kjo ka me shku në dëgjim publik. Edhe për këtë Komiteti për Politikë dhe Financa rekomandon që të votohet në kuvend dhe pastaj të shkojë në dëgjim publik. E hap diskutimin nëse dikush e dëshiron fjalën. Nuk kemi të paraqitur. Votojmë. Kush është që kjo pikë e randit ditës të shkojë në dëgjim publik? Unanimisht. Faleminderit shumë. Vazhdoj me pikën e 11, që është draft strategjia zhvillimit ekonomik të komunës së Shtimës. Edhe kjo do të shkojë në dëgjim publik. Këtu e kemi drejtorin që ndoshta dëshiron ta merr fjalën, ti thot një 2-3 fjalë rreth kësaj strategjie, pastaj e hapim diskutimin. Me qenë se edhe në Komitet për Politikë dhe Financa ka kalu si proces, është një punë që është bërë një punë shumë e mirë edhe për këtë do të me falenderu edhe ekspertin e Bankës Botërore që kena një vendastunin është Basri Husejni. Është një prej dokumentave më të rëndësishme të komunës pas planit zhvillimor komunal, edhe e kësha kërku për juve që me kalu, ka me si draft, tash të veç e kemi, edhe po besoj që edhe Sekretaria Kovendet jap ka dërgu dhe juve, del në dëgjim publik 15 ditë, pas dëgjimit publik vjen për aprovim Kovend. Faleminderit drejtar. Zotëri Ramusa. Faleminderit drejtar për informatën. Shfrytëzoj rastin e grupit parlamentar të BDK-s, edhe unë ta përshëndes dhe ta falenderoj zotëri Basri Husejni për këtë punë të mirë dhe profesionale. Sigurisht i kemi mbështetur edhe në komitet që këtë draft strategjik për zhvillimin ekonomik del në debat publik dhe sigurisht gjatë debatit publik dhe mbledhjen e radhës do të mundohem të japim kontributin tonë. Faleminderit. Zonja Beqa. Faleminderit kryesues, po tani pyetje thjesht për drejtorin që kush e ka bërë përzgjedhjen e grupit punues të këtij drafti. Faleminderit. Kjo si procedurë ka shku përmes procedurës prokurimit, pastaj grupin punues ka përzgjedh kompania fituese e projektit. Edhe ka marrë aktarët më të rëndësishëm që kanë të komunës, bizneset edhe faktorë tjerë që janë në komunën tonë. Dikush tjetër ka pyetje për drejtorin? Apo don me diskutu? Zotëri Seferi. Faleminderit kryesues, faleminderit të drejtorit për informatën, edhe në emër të grupit parlamentar Lëvizje Vendosje, falenderojmë Basri Husejnin për kontributin e dhënë në lidhje me këtë draft strategji. Megjithatë, tu pajtohet edhe në bazë të Komitetit për Politikë Financa, njëjtashtu edhe ne si grup parlamentar pajtohemi që kjo të shkojë në diskutim dhe pas diskutimit publik kemi mundësi për diskutime të mëtutjeshme. Faleminderit. Faleminderit shefave të grupeve. LDK japem shtet në jo. Atëherë heshtja flet, këta mbështesin këtë draft strategji me gjithë zemër.
edhe po e udhim votim. Kush është për që kjo pikë e rëndit e ditës të shkojnë në diskutim publik? Faleminderit shumë, ka 21 të pranishëm unanimisht. Uroj që të shkoj deri në fund kështu. Vazhdoj me pikën tjetër të rëndit të ditës, që është formimi i grupit punues për hartimin e planit të punës dhe orarin e mbledhjeve të Kuvendit për vitin 2024. Kisha kërkuar nga shefat e grupeve që të na propozojnë nga një emër. Komisioni do të përbëhet nga 5 apo 3 antar. Zakonisht e kena posë me 5. 2 janë, nëse zgaboj, një shoqëria civile, ka qenë një ekzekutivi, 3 Kuvendi. 3. Atëherë 3. Zonja Beqa, na jepni një emër? Atëherë, po mendoj që jemi të dakordun gjithë që të shkojmë prapë me të njëjtin komision, pra me të njëjtë antar të Kuvendit. Prej Partisë Demokratike të Kosovës e kemi Hamz Tërshanin. Hamz Tërshani, lëvizja vetëvendosje. Edhe ne si grup parlamentar pajtohemi që të shkojnë në atë variant që ka qenë në vitin kaluar. Ne si grup parlamentar propozojmë që në këtë komision të jetë Sania Sadiku. Faleminderit. Garant ka drejtë i rrezën. Me qenë se se ndryshoj asnjë grup parlamentar, vazhdojmë edhe na me rrezarta Ramadan. Mos kalu tek ta. Atëherë komisioni do të përbëhet prej 3 antarëve siç ishte në kalumen, zotri Tërshani, zonjusha Sadiku dhe zonjusha Ramadani. Kush është për? Nga 21 të pranishëm unanimisht. Faleminderit koleg. Vazhdojmë pak relaksim se ka pas shumë pika sot dhe shumë diskutime shumë të mira. Vazhdojmë me pikën e 13 që është propozim vendim për ndryshimin e vendimit të Kuvendit në PI V01 fraksion 54 të datës 28/3 për plotësimin e Komitetit për Politikë dhe Financa me antar të ri. Do të thotë ju e dini që në këtë komitet ka qenë një antar e Kuvendit e cila për arsye personale ka ndërheqje nga Kuvendi dhe ne disa herë kemi votu, por Ministria për Shtetit Lokal ne ka kthy prapë si vendime të jashtëligjshme për shkak të kohës dhe na ka rekomanduar që ne të votojmë personin i cili e zaventson antarin që del nga Kuvendi. Në këtë rast i bjen që zonja Veliu të jetë pjesë e këtij komiteti dhe Komiteti për Politikë dhe Financa të jetë funksional të paktën për vitin 2024, se tash është pak problem. Megjithatë, unë e hap diskutimin nëse dikush ka me diskutu rreth kësaj pike. Zotri Mujuta. Faleminderit kryesues. Faktikisht shkohet drejt në propozim, po njerë do të me votu me shfuqizuat vendim. Kështu e kemi edhe në rëndite, do të mu shfuqizuaj vendim për të cilën se këtu pikrisht, ju e dini gjithë antarët e Kuvendit, e din që unë 2 radhaze jam zgjedh si antari KPP-s, po asnjëherë nuk u marr ftesë nga ju si kryesues për ta shfrytzuar mundësinë dhe me dhënë kontributin këtë komitet. Kuptuat që në ta kryjmë diskutimin njerë me besnikin dhe shka. Jo se tani baki do të më ma unë e sëqare. Kuptuat që 2 radhazi jam zgjedhur edhe 2 radhazi s'keni pranu që unë t'jem antari KPP-s.
Shtria çështja, thove ministria na I ka kthyer një vendim të kundërlehtëshëm, thove, për kuotën e gjinisë. Asnjëherë hini shqyrtoni proces verbale. Asnjëherë nuk e keni thonën për kuot gjinisë. Po jere shatë më juta I paleqëm këtë komision. Asnjëherë nuk u diskutu kjo. Unë e ku ngrej çështjen për kuot, mund t'jetë I paleqëm. Ministria, se kjo temu u stërgjot shumë, edhe ministria pas ankesës t'ju e ka rikthy këta. Në mbledhjen e 8, unë e kum votu këtë pikë edhe se tash po dini edhe kunra aty në vendimëve jo që I merrni. Që kjo mund shqetëson mas shumëti që pse dilni edhe kunra vetë vetës. Kjo është, se kunra meja mund t'jenë gjithë cili, spajtojnë me mendimin tam, mund bëhet kundër, veç në të ma jep argument, po kunra vetë vetës nuk e besoj që ka njeri kështu taman që jep kontribut me dorë kunra vetë vetës. Në mbledhjen e 8, kur hop rani ditës, e diskutuva dhe në fillim të rani ditës, tash po më ktheni të rani ditës, kemi pos 11 pika. 12 pikë e kum shti une, si propozim, me përkrojën edhe të regjës, që tjetë edhe zgjedhja e antorit të KPP-s. Partia Demokratike dhe kanë shtime e kanë shu sollën, e kanë shu mbledhjen, dhe ato kemi marrë një pauzë, dhe pikresht ti prezent, kryetori prezent, drejtori shërbime prezent, asambleisti Kadri Emini, ka posë edhe tjerë, veç këta në mbledhje më keni thonë, une ju e dini që edhe gjendjen shëndetësura, ditë se kom posë shumë mirë, dhe pe që soj mbledhje jam shkuën drejten që këmë për. Keni thonë, këta në mbledhje na po të votojna. Na po të votojna. Pyte drejtorin, a ka qenë kështu drejtar? A ka qenë kështu? Banu realist, Kadria ka qenë kështu. Veç hajde në mbledhje, ta kalujmë bugjetin, edhe na po zgjedhëm antar të KPP-s. Bugjetin unë su një morë në të mbledhje, me vazhdu në të mbledhje, ju e dini që diskutimet janë konë asë një material që kena posë që atë mbledhje na për bugjetin. Ta të mbledhjen e jashtëzakonshme neve na ka ardhur materiali, edhe pjesërisht na ka ardhur. Na ka ardhur material edhe një ditë para mbledhjes të kuvendit për bugjet. Tash e ky fuqia e numra, ama fuqia e numra e kum përcjell kur e ke mori kthimin kryesues si kuvendit, qysh je rikthy. I ke përmend pazarët politike dhe villat. Kam qef një sqarim rreth pazarëve politike dhe çaty në villa. Kush janë ata të pazarë? Mu pazarët politike u më asociojnë ndryshe. Pazar politik, 2 antar të kuvendit Partisë Demokratike. Pazar politik, ndrem, vjen një drejtar, del një antar I kuvendit, vjen një drejtar, ndrem, që kjo pazari politik. Dyta, pazari politik I dytë me antarët e Partisë Demokratike, që kanë aderu, që kanë garu në Partinë Demokratike, del se I bëhet bashkëshortja drejtëresh. Do me thonë, pazar politik bëhet e 11 vot me pazare politike, në ju me parime. Kjo më mbret mas shumë të, për me parime, kush do në të mund, parimet në të mund, unë si thej parimet, unë do t'jam prapi propozuar, edhe pse si marrë vota, se dijen që janë bërë vota, nuk prish punë. Dhe është veç mund deklaru që ju vetëm keni propozu, vetëm për me ju nejt e 11 vot. Unë me një KPP nuk mund në borë na vegële askujt, as moshe askujt, mund përdor. Jam orë si asamblejist, me lonë kontributin tem, me arso di edhe së mundu, me qenë zëri qytetarëve, ka që kisha. Faleminderit shumë, zotërimu Jota. Pate një pytë po orna, zotëri Emini. Realisht u bo shumë gjatë, mos kompletimi I këtij komiteti. Nëse ju kujtohet qëndrimi I jem personal për dhe grupit tonë parlamentar që është fillim, që pa ta thonë që zgjedhja apo funksionalizimi I komiteteve nuk varet nga vullneti apo nga shumica parlamentare në kuvend.
që rasti konkret tash, pozita i ka shumica në kuvend. Nuk ka mundësi na tash me kërku shkarkimin e antarëve tjerë të këtij komitetin. Këtë rast për shembull të Partisë Demokratike me i shkarku, edhe pse i kemi votat. Për shkak se është e përcaktuar me ligj. Nuk mundemi me legjitimu na pse i kemi 11 vota. Këto na përcakton ligji që është në fuqi. Unë edhe atëherë pa ta thonë, jo që kemi kundër reshatit kur gjë, për kundër asgjë kemi vullnet që zakonshëm me qenë antari i Komitetit për Politikë, Ekonomi dhe Financa. Po çështja është që nuk i takon në bazë të fuqisë të votave që kanë. Nuk do t'i kishte taku edhe po të ishte në grupin parlamentar të vetëvendosjes që ka qenë edhe i certifikuar në zgjedhjet e fundit. Sinqerisht, kuota gjinore është obligim ligjor që duhet me u kompletu. Ndarja në grupe parlamentarëve, antarëve në komitete është obligim ligjor dhe na nuk mundna me ik. Është e vërtet që pikërisht unë i kom thonë ktheu edhe po të votojna, por nuk i kom garantu që vendimi i këtij kuvendi kom qenë i lehtëshëm, sepse kam qenë i sigurt që më APL-ja e kthen si të palehtëshëm. Edhe sot, nëse na i japim që ky kuvend legitimitetin reshatit, prapë më APL-ja ta kthen, sepse thot duhet me kompletu kotën gjinore. Unë edhe atëherë pa ta thonë, grupi parlamentar Partisë Demokratike i takojnë 3 në bazë të formulës edhe fuqisë që kanë kuvend. Sa i përket kotës gjinore, prapë kom pas thonë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka të drejtë me zgjedh kotën gjinore, sepse është grup më i madh parlamentar në këtë rast se vetëvendosja dhe LDK-ja bashkë me AKR-n. Kështu që duhet ta kompletojmë, pavarësisht vullneteve tona, mbi bazën e vendimit edhe rekomandimit me APL-s, ai që ka dalë, ai edhe vjen pas tij. Ndryshe nuk ban se përcakton ligji. S'mujna na me ndryshu, as s'mujna me javim punu grupe parlamentare, ja bere këto. Ata kanë të drejtën e vetë me i propozu, na kem të drejtën me i legjitimu me votë. Bërë unë kam qenë kundër asaj që edhe me votë, s'ka nevojë heq, grupet parlamentare i propozojnë edhe kryet e, faleminderit. Po, veç ju kësha lutë se për këtë pikë, sinqerisht e tha zotërimu jo ta kena folë gjëre gjatë me mujtë tanë, mos ta zgjasim se do të me plotësu ashtu edhe që janë rekomandimet. Në rregull është. Po, rëna. Faleminderit kryesues, faleminderit kadre për sqarimet. Je jurist, po s'pe thu të vërtetën. Nuk i takojnë as Partisë Demokratike me legj 3 antarë, ku dush e njekëm këtë procedurë, as vetëvendosjes, as ju e përparësi për zgjedhjen e antarëve, subjekte më të mëdha politike, po e ki udhëzimin administrativ të pushtetit lokal, që thot do të përfshihen edhe entitete tjera. Kupto. Thove, po të kishe qenë ka vetëvendosja, unë kom qenë me burë ka vetëvendosja me që ta kom ingara. Po ta shtove na nuk edhe pse i kem 11 vota, thove na nuk ban mi shkarku. E ki edhe një pik tjetër që e keni morë një vendim për pazare politike dhe mi knoq apetitet e asamblista. Edhe me nejt e ke morë edhe një vendim që nuk e kena pos do mëzdo që e votut pikrish një rand 3 një ditës. Jeni ardhur edhe me një pikë tjetër që keni me bo shkarkime. Nuk është ka drejt që ashtu që shpo thu, banu më realist, thujet vërtetën, unë e kuptoj për gjini, unë i falemderoj zotit që më ka folë moshkëll, unë tha mos unë bona këto burë, unë i moshkëll jam. Unë nuk muj me ndru gjini për një komitet, sukur që s'kum ndru parime, që si ndraj. Po ti apëshe po del kunra vetë vetës që po thu ti shekon ka vetë vendosja diqyr. Edhe kur e ka kthy ministria, vetë jem qartë. Veç ta japë sqarimin kadre, se nuk jam kom pengesi këti kuvendit as njerë. Ju e dini që unë këtë kuvend, veç për zgjedhjet komitetëv, unë jam deklaru që as një komitet mos më shteni se s'prish pun veç bani komitetet. Formani komitetet, unë jam deklaru, i keni prezent këtë asambleista, tu konë bile këtë informat për diskutim me zhjith problemin e komitetet, besnike ka morë iniciativ,
Besnik atë kum paston veç formoni komitetit unë të rriqëm. Kështu kum paston, unë se kam gojlën për një komitet, por shkoj me një komitet që kontriboj. Komiteti për politikë dhe financa është komitet obligativ. Edhe unë menoj që ku mujt me dhonë kontribut. Unë i kum po rekomandimet edhe tjera në KPP. I kum po që shvinë rekomandimet. Ju e keni përdorë votën e dy fesh në gjatë gjithë procesit që musum keni ftu në atë mbledhjet KPP-s. Edhe për me përdorë votën e dy fesh të kryesuesi e ka përdorë edhe mos thirrin. 3 mujtet mrapa e ka kthy me APL-ja. Edhe kjo e kundërleqme. Edhe kjo për ankesë. Pse nuk na i kthej mrena 15 dite. Kështu që unë e di që po të binë kurtha edhe në propozime, hajde se të votojmë, s'të votojmë, unë për që ata ku më thonë, a e di që ju ma keni thonë, njerës që të votun të janë ekën, ku më thonë, unë nuk të rhiqëm për i votës, nëse vinë, nëse e në shumë ledhin në të nëshojnë, për në të vinë në të votojnë që ata shamë kanë votu 2 herë për, në të vinë këso herë kanë ndru mendja, në të vinë në të më votojnë kundra. Sot në të ma japin votën kundra, këtë okej jem, se se kanë do mëzdo, nuk jam të i kërsnua më votën mua. Po, t'jesh i bindur, edhe sinqer që këto i e konë prezent, ti, u konë drejtori, u konë Recep Goshi, tash po më shtirë me emna, dyrek e thonë, hajde se po zgjedhëm na veç banu me neve, po jo, mërë, unë jam antori ku vendit, kështu ka qenë, s'pe pranëni. Nuk i kom thonë hajde me neve, po i kom thonë kështu. Unë po flasë që unë të kom thonë kthejmë kuvend edhe po të votojna. Për që është të liqëmeris nuk të garantoj, po të thëshe që nuk e kthejnë me APL-ja. Unë të garantoj që po, ki ngull ka mu konë që aty, hajde të jepim legitimitetin. Hajde të jepim votat kuvend. Ktheu votoj pikat që janë në interes të qytetarëve, mos gjakite ma shumë. Ky ka qenë qëllimi, kur gjë ma shumë. Rëshat, sinqeresht, edhe qështë. Më falni, po nuk mujna me folë këtu që keni folë ju atje. Këtu ka pik 30 ditës, ju lutë na folni rrëth pikës. Po e dinë mëre, s'kom nevoj me avledzu. Kushëm. Unë po... Ka lexuar disa herë dhe e din. Ja kalojmë fjalën zotëri Goshit, pastaj shefit grupit. Kryesues, fandet. Më të madh. Pikërisht emri të cilën ma lakoj zoti Reshotin, më shtini të lidhnat e kjo pikë, me qenë se kjo pikë është stërgjotur me mujë dhe nuk është të funksionu Komiteti për Politikë dhe Financa që është dot. Arsyeja pse nuk është, ne e dim se është bën edhe një shkelje. Çdo herë kryetari i kuvendit merr pjesë në atë komitet të cilën është obligative dhe çdo herë përdor fuqinë e votës të dy fesht. Ne atë letër të cilën e ka kthy me APL-ja, në atë letër ka disa adresa. Disa janë opinione, disa është lënga e komunës së Shtimes, në altë është opinion, disa është një emër një zyrtarit me APL-s, por mbi gjitha, nëse ka pas diçka konkrete, ne u dash jo prej muajit mars me stërgjat kjo pikë janë të ditës, por u dash të mu kry qysh më herë. Arsyeja pse nuk është kryer dhe arsyeja pse ka zgjatur te këtu ka qenë pikërisht fuqia votës. Fuqinë e votës nuk e keni pas. Arsyeja se nuk jam fuqinë e votës ta shkeli rregullohen apo legitimitetin e APL-s, por fuqia ka qenë shumë reale propozimin kur unë kam propozu zotin Mojotën se ka ardhur prej një subjektit politik të cilën ka qenë e shkarku e dhënia dorëheqja asambleistja më herët në fjalë dhe pikërisht prej çati subjekti edhe në këtë ulsen këtu është emëruar nga ju si anëtar i Komitetit për Politikë dhe Financa. Atë ditë kur PDK jam mbledhjen e fundit është tërheq nga kuvendi, arsyet dhe çështjet e tyre nuk i dim na.
Mirë, në qoftë se i di, unë nuk i di. Ti në qoftë se e din tru temin çka di, s'pe di. Nuk i di thash, nuk i di ashtu. Po. Dëgjoj, vetëm pak. Jemi nërë dhe unë nuk e kumë shumë lidhen. Me zotrin Mojotën, ato ka qenë pikresh, unë e kam besueshmërinë shumë të lartë e ka dhja si nuk tërhiqet prej fjalës dhe prej mendimit me qenë se edhe vetë në fushën juridike është, po edhe karakterin duke janë njoftës si shpesh, edhe drejtori zhvillimit ekonomik, po edhe t'jujin si fjala ka qenë të bëhet të quhet drejtën ÇKMF Shat Mojota dhe pa prezencën e tij tala ku jam të hesëm si procedurë. Qysh? Pjesë e sollës ka qenë. Kastriot, pjesë e sollës ka qenë. Unë ndëgjoj ato ju lutem mos e ndërprerni zotri Goshin. Ju lutem. Kush ka fol dhe kush ka ndëgjuar ato s'keni mujt gjithë me fol për një fjalë. Gjithë e keni miratu një diskutim tekst një. Po nuk kemi hi arsye pse s'kemi hi, se nuk ka qenë legjitime na mi bën ato far marrëveshjet, por kemi bën zyrtarisht dolëm në sallë kuvendit mas për herë fatin shëndetësor të cilin e ka pas zoti Mojota të kthyrmi. Ju as pak nuk i ka interesuar shëndeti tina, por hajde ta zgjellni antarën e Komitetit për Politikë dhe Financa. Çfarë mënyrë qysh ju e dini? Zotri Goshit, lutna për mos të kalojmë kështu. Unë pikrisht. Për mbëlle, pastaj nëse kanë diçka le ta vazhdojnë tjertë. Jo, s'di se ka ndërhyrje. Veç vazhdojmë, mos ta ndërprejna, le ta përfundon. I ka 5 minuta me rregullore. Unë muj mi t'i dhonë, ka së 2 minuta, sopi të më me ozuar. Zotri Goshi, vazhdoj, let. Famdet. Unë pikrisht mendoj se tërhiqja e emrit të asamblejisit në fjalë nuk na çon der. Mos votimi i tij nuk na çon der, arsye se duke i marrë te Komiteti për Politikë dhe Financa ne e dim se janë vetëm një trop ndem si kuvendit. Dhe ato mendoj se ato duhet të kemi një parasysh se kush dhe çka mund të jep thjesht të jep një kontribut. Jo vetëm të emërojmë dhe të çojmë numër të dorës. Numrin e dorës unë konsideroj se tini të bindu se edhe unë ju kum ndihmu, edhe kam ju ndihmu, edhe çdo herë kum qenë konstruktiv, edhe në legislaturat e mëhershme edhe tash, ato ku e keni në interes qytetorit dhe konform ligjit. Faleminderit. Faleminderit zotri Goshi. T'ja kalojmë fjalën drejtorit zhvillimit ekonomik se fjala kota në disa herë. Faleminderit kryesues. E vërteta është po, aja që e tha Reshati, adeta kur kon pikë rënd e ditës votimi i buxhetit, edhe zgjedhja atë ngova. Kur kon zgjedhja e antarit për Komitet dhe Politikë Financa. Është e vërtetë, edhe unë edhe kadria të kemi thonë, po të zgjedhim, po legitimitetin e jep ministria me apo leja. Deri në atë moment që kemi folur na, nuk ka pos diçka që na ka dërgu Ministria e Pushtetit Lokal. Edhe tash po tham, nëse nuk isha ardhur ky vendim, na si grup parlamentar është e vërtet që një antar nëse kish qenë i shkon emri jot. Qysh ta kemi thonë atë, ta kishmi thonë tash. Jena në kushtet që jemi, vendimi me APL-s ka ardhur. Tash nëse na përsëri e bojmë emrin tan, kjo i vjet që po bim ndesh me vendimin e me APL-s. Ato që e këmë thonë, po ta thamë edhe tashtë. Në qofë se ishmi konë në kushtet njëjtë, asik që kemi qenë adit, po e vërtet, emri jotë kështë qenë. Ju lutem, këto çështjet jashtë kuvendit që ka e më flitë, Jo, mund me thirë njëri tjetrin atje në kafe, ma seancës me diskutu këto. Po njerës e din krejt qka u kush u konë gjendje qka u bo këto. Lene atë punë, s'po du me u këthyja ne hesht, ta vazhdojmë kuvendin ashtu që shikohije. Përbarem, në mënd grupit. Më falë, doktor, se po ndërhymë.
Kryesos, a i të dëgjua? Pelon ke. Fillimisht të kjo pikë e randi ditës mrapsh që keni nis edhe mrapsh për dëni me kry. Folje ka dreu ma heret për vullnet politik. Vullneti politik du të me konë ka drejt sinceritet politik. Fillojnë pak kronologi. A janë vetë vendosja që fillimisht e kanë propozu regjën për këtë komitet? Si ja u ka përbush apetitit e tyre, e kanë të rjekë. A pju thet njeri nërsyre shati, që keni thonë këthev se na të votujmë, tash i hani fjallë. Kjo pun pranëne që është pun pazari. Këtu a bo pazar me punu drejtër të shëndetësis me ta udheq shëndetësin shtimione e s'po bohet pazar për një antarët komitetit. Komiteti mirë tha kryesuesi. Nuk është i lehtëshëm për punës të kuotës gjinore. Jo pse është përparimi ose reshati ose kadriu ato. Por me rregullu këtë punë, njëherë duhet më shkarku antarët. Kanë dëni me shkarku jo. I keni bo numrat, muni me na shkarku krejtve. Ta kry kryesues. Ta kry kryesues. Nga. I keni numrat, i keni bo me pazare politike, e le ta din qytetarët, edhe muni me shkarku. Po fillimisht komiteti nuk mund mu formu pa u shkarku komiteti aktual. Duhet mu shkarku, reshotja ka morë votën e kuvendarve. Nëse kërkën ju votë kuvendarve, njerë duhet me shkarku. Kështu që, nga, që shja keni qitë Terezin ju e dini, numrat i keni bon, pazaret i keni bon, ta shte vjeni procedurat e juve, veç dini që tërë dvullnetit politik, tërë sinceritetit të skeni. Njëherë keni rajtë regjën, hajde se po të bojnë antarët komitetit. Kur ju ka thonë regja, nuk jam margat juve, one, ja tash s'po të bojnë. I keni premtuar shatit, hajde se po të bojnë antarët komitetit, tash te ja tyre shas s'po të bojnë. Ma në pak më serjas. Faleminderit. Zotri Emini një minut, pastaj zotri Seferi në amend grupit. Atëherë, me qenë se dukin këtë ras ma përmen e emnin, edhe tha sinceritet politik, unë menoj që është e leqme me menu aja që ka ndodhë me regjën. Kanë menu me poshtë grupë parlamentar, është propozu, është legjitime edhe me kërku shkarkimin, po është legjitime edhe mësë me ase. Me qenë se po thu kështu, atëherë unë muj me dhonë që tash një propozim konkret. Me u largun nga Komiteti për Politikë dhe Financa për parimi, me u vendosë reshati. Nëse unë e jap qëtë propozim, mund mi marrë një më të vota, për së është i letë shumë dakë. Se së muj me të largu ty edhe me dash, edhe pse i kam një më të vota. Se me apeloj am thëtja ja, Partia Demokratike dhe mi pas 3. Se i ka... Po mirë dhe po s'kem drejt me ba. S'kem drejt. Ju lutem, zotri Mujuta, mos ta është fundi i seancës. Zotri Seferi në amend grupit edhe do ta jap sqarimin që ka dhënë ministria dhe mos... Falenderit kryesues, unë pikërisht deshta me u lidh tek sqarimi i ministrisë që ka jep. Aty është shumë mirë qartë, azi besoj që gjithë e kemi lexuar e kemi shfletu. Nuk është keq me thonë që me nxit që i banëm votat, është fakt që me nxit që i banëm. Mirë po, jo ato votat, ju që i keni pas bonjë 18 vota, 19 vota në mandatin e vitit kalum, të mund që i keni pas, me gjithat na kemi dashtë dhe kemi kriju këtë unifikim, mirë që kemi kriju, nuk është kriju në aspektin, sidomos në qëtë aspekt po flasë, nuk është kriju në aspektin aso që të bëhet politike keqe, po politike mirë të cilat projekte kam për të vazhdu e di që kam ata jep mundësin e replikës për parim, e shumë tjerëve këto, po me gjitha to, menoj që një unifikim i tillë ka qëndosh të bëhet qysh në fillim, edhe të pos parasysh që ka me pas projekte, punë, angazhim, po këto gjithsesi se pa numër s'kishmi mujtë dhe s'kishmi pas fare mundësi për mi bo, me gjitha to nuk është e keqe pse janë bo numrat, nuk është e keqe pse nashta ju ka ofru reshatit, nashta dhënë kumë full në aspektin asoj që duhet me konti. Vetëm arsyeja ka qenë domethënë që nëse ja ka jep të ky komision atëherë po ta bëjnë një farë unifikimi, ta gjejmë një farë diskutimi ose një farë kompletimi të asaj. Nështë që kjo ka qenë edhe ideja pëse nështë i kemi japë mundësi ne, domethënë që të bashkohemi me një farë formë edhe të rrugtojmë bashkarisht. Domethënë nuk ka qenë ideja këto që hajde të bëjna politikë ose të shtina për shkaqe politike, jo pse ke jeni, jo s'ke jeni. Megjithatë, unë prapë kryesues para se me marrni vendim tillë, mendoj që
zyra ligjore duhet më na jap një sqarim, a duhet paraprakisht vendimi paraprak na jep domethënë mundësinë për me shkarku, apo të vazhdohet në mënyrë automatike aprovimi i antarit të ri. E që me gjos në kuadër edhe në emër të grupit parlamentar, duke u dakorduar gjithsesi me gjithë secilin, mendoj që si propozimi yni, ashtu siç ka qenë qysh në fillim, është Zonie Veliu, e cila me një farforme i plotson kriteret e të qenërit grua, femër, për të qenë pjesë e këtij komisioni të Komitetit për Politikë Financa. Faleminderit. Am lejoni ta përhir, ju lutem, lejoni përhir qytetarëve ta lexoj çka ka kthy Ministria e Pushtetit Lokal. Komiteti për Politikë dhe Financa themelohet në atë mënyrë që përbërja komitetit të reflektojë përfaqësimin gjinor dhe numrin e ulëseve të entiteteve politike të përfaqësuara në kuvendin e komunës, ashtu siç është përcaktuar me nenin 52 të ligjit numër 03 fraksion LV 014 për vetë qeverisje lokale dhe nenin 5 të udhëzimit administrativ MAPL. Do të thotë numri 05/2020. Për procedurat e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në komunë. Në rast, tash t'i kështë sqarimi, në rast se antari Komitetit për Politikë dhe Financa ka lënë në ndonjë entitet tjetër politik, apo si kandidat i pavarur, zëvendësohet me antarin tjetër të njëjtit subjekt politik. Nëse një antar jep dorëheqje prej lëvizjes vetëvendosje, zëvendësohet me një antar tjetër, sepse ai nuk ka drejtë të qëndrojë në komitetin të përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje. Kështu i bjen. Propozimi për antarin të cilit do të zëvendësohet bëhet nga subjekti politik i cili takon pozita antarit. Ashtu siç përcaktohet me nenin 12 paragrafi 2.5 të udhëzimit administrativ 05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në komunë. Në fond e ka shënuar që MAPL është e gatshme të ofrojë përkroje dhe ndimen e nevojshme për zbatimin e plotë të obligimeve që dalin nga legjislacioni i zbatueshëm për vetë qeverisje lokale në Republikën e Kosovës. A e kuptu që zëvendësohet? Po. Qysh s'ki? To është një çështje tjetër. Po. Tash ta shpjegoj. Tash më lejo ta shpjegoj. Në momentin të komiteti, kjo është për publikun, në momentin që ti, kryesuesit i kërkon propozimet, dhe ti nuk jep propozimet si subjekti më i madh politik, në kuvend, 2 herë, tretën herë, subjekti i dytë, që është pak më i vogël se sa i madhi, e ka drejtën me dhënë propozimin. Dhe në këtë rast, po të kishte qenë jashtëligjshme, ministria ta kishte kthy, po s'është e jashtëligjshme. Ja e ka kthy. Atëherë, unë nuk du me lu më rolin e juristit këtu, unë e kam një vendim për para atë ministrisë që ka rekomandu që nuk mundet me qenë për shkak të kohëtës, unë e lexova vesh një pjesë, këtu janë 5 faqe, tash me nis me lexu duhet 2 orë me lexu. Jo e dini gjithë që kjo çka po them unë është realitet, po dojna me bo filma këtu, kështu që është mirë me hull në votem, edhe zotri Mujota 2 herë keni fol për këtë pikë. Tu ka përmenamni, do të japë edhe 1 minutë replik, 1 minutë replik zotri Mujota, 1 minutë replik për zotri Ramusën, se ju ka përmenamni edhe vazhdoj, ma nuk do të lejoj diskutime. Faleminderit kryesues, udhëzimin administrativ në nenin 5 që e përmene e kam përpara qëto. E kom bojt në stëp se e kom ditë që gjithë me qëtë qështje keni mu mirë, dhe për me jam të uni ju veç i fynë, po edhe jo ofendun edhe po habitëm seriozisht po papjekoria politike o të i bon këtu. Ose kojta personale
Unë për përdojrë edhe një thonje që është shumë e famshme dhe këto e ka thonë edhe Qërqestopulli, për ditës që kam le, as jam shit, as jam ble. As nuk shitna, as nuk blena. Këto e kam parim kryesor. Nuk zhgënjena për punën që e kumbo. Nuk zhgënjena për fushatën që e kumbo. As një sen nuk e mohoj, po nina shumë krenar gjitha aty takime që i kumbo. As një personit nuk i kum premtu ato që së në arrit. Unë jam një asambles, të në venat punës së në kryaj këto. Unë kuletën komunale nuk e kam këto, e ko që majla lijo. Po unë ja kum besu votën që majla lijot. Edhe lidhna për qatë votë që e kum dhonë, edhe besimi du mu këty në mirë besim. Jo në kesh trajtim. Nuk i ti e të baki e voteja petë, ato së para gjykoj të të vje fushata. Unë nuk jam veç për sëtë, po 2 vjet i ke mandat. Po nuk ka fuqi asë një më të votav, nuk ka meritokraci asë një më të votav. Nuk ka gjithë përfshirje, nuk ka gjithë përfshirje. E thatë ju edhe të komunitetet tjera. Unë ju e dini që nuk e kam asë përpore se jam deklaru publikisht që paga e komitetet nuk më dohet. Sot pjo tham, edhe në komitetin e shëndetësis ku jam. Unë kum bashkëpunu me drejtorin e shëndetësis, me doktorin Isa Gjiu, mënyrë shkëlqyshme. Kena pos diskutime tash pra, po kompromisin fund e kena zgjedhë mënyrën më të mirën edhe kom qenë në shtetë se i ti më i fort. Unë sot publikisht deklarona edhe për këti komitetit me dërheqen e doktor Isa Gjiut. Nuk jam antari ati komitetit që më në kini vend lirë e ratoj militantat e shuk të ata që vinë për interesa personal. Unë të në shajvenin, unë të bajt zhjith. Të komiteti për politika dhe financa, kisha pos dëshirë, Ministria e Pushtetit Lokal, me apelë, qatë vendim që e ki përpor ati me posa donë, së nëse kam as një vendim, me ma dërgu mu, datën kur e ka dërgu, so kum qeni për zgjedhë, së unë me të vërtet, unë gorë prap ka me dorë, se unë nuk i quj votat pista vetë votat e konvendarve. Nuk quj unë këtu, se si cili e kon një drejt, si cili e bin dikan për me votu për dikan. Po unë hingar prap, e di që i kam prap 10 vota, jam shumë i sigurt, po mu shkam mbje që i keni incizimet janë pejmë ledhës të fundit të që kjo zgjedhja komitetat. Një minutë e po të alo si kumbo as 40 sekunda. 2 minutë, 3 jetu i. Që po përfundoj kryesus. Kini me dollë shumë keq. Për ju premtoj që kini me dollë shumë keq se gjithat kam i bo mediatike, publike, premtimet e juve ku je zëtu, vetë si kryesus kam i bo zgjidhje edhe ki mu kon pjesë e kuvendit. Unë mësova të ilu fjallët. Bash 5 pare nuk e pas mërzitëm se i luni fjallë, se i luni fjallë dhe juve. S'po jenë, po mos harrani. Prap keni mu kont njëjtë që keni me trokin derë për votë. Prap keni me pas nevoj për qytetarë. Prap keni me pas nevoj edhe për mullapurëse. Prap keni me pas nevoj. Kështu që unë e hingar, nuk të rhiqëm, nuk baj dërheqje sukur disa asamblesë kurse ka numrin, unë e të rhiqëm. Se sët ngarkuhet, unë e jam shumë i sigur që sët ngarkuhet. Ati i bje pishman aso i dërheqjesve. Unë për një sen kur t'jap dërheqje, i jap dërheqje edhe si bi pishman kur. Kështu që ju posha me këtë nere, me këtë ftyrë, e shimin mledhi, po në gari jam prap. Me 10 vota ndihëm krenar. Po ju me vot blene, jam me vot për hrojës, me vot që ma besojnë detyrën, kështu e pranojnë detyrën. Ju hajde po të baj pazar e veç zgjedhëm. Zotëri më lutat, lutna. Falënderit shumë, ju kësha luta respektoni kohën, replikën. Zotëri Ramusa. Ma kanë regullu që të zdi që kanë. Kryesus, kje shumë i kjartë në vendimin e me apelës. Po vendimin për shë e kam përpora, është orë me datën 07/06/2023. Ofertën që ja këni bërë e shotit po të zgjedhëm prapë në komitet, ka qenë ja 2 muaj mas kësaj. Kështu që për me nuk jeni serios, i keni bo pazaret, edhe tash dëni me arrit,
e dëgjova edhe një parafolë s'pja përmend emrin, sigurisht edhe ai ka pazar. Në pikën tjetër keni me avancu diçka, se nuk ish sjell kështu. Faleminderit. Falë, zotëritër Shane, ki drejtën e fjallës, s'ke folë asë njerë për këtë pikë, nuk ta më haj. Veç jam në mësë përmendash. Ja, s'moj pa përmend amin, hajde, okej. Boni përshtypje. Jam pro formimit shumicës, është shumë rregull mirë, po u diskutu shumë, po më interesojnë mua edhe qytetarëve të komunës Shtimës, qysh arritet me bë këtë shumicë. Mëse pas ka informata besnek, jemi dëshmitar të asaj që një këshilltari kuvendit komunal ka dhënë dorëheqje, edhe ka shku në MAPL, këshilltari është vendos. Këshilltari i MAPL-s, dhe më thonë, ka orë drejtari i shëndetësisë. A nuk jam pazari qëtu? 2 muaj para se mu vendos kolegu Lubovci, gruaja e tina emrohet drejtoresh në komunë Shtimës. Gjithë shka është kone përgatitur mirë po është në interes qytetarëve me ditë se që e keni bo këtë shumicë. Absolutisht është e drejt me bo shumicë. Mirë po e keni bo me pazare. Nëse mund është lutna me më dhoni informata ma shumë. Faleminderit. Qëre mu më vjen keq që ka njerëz edhe jashtë pozitës që nuk i din ato. Beden. Kështu që është mirë me unë votem në qëtë pjesë të komitetit i kemi 2 propozime. Besnek a bëden se mos të kalojmë kështu, se e di që ki që ka me thonë, bëde ki, po s'ka nevoj. Do të thëtë e kemi një propozim nga lëvizjave të vendosje dhe realisht nga Ministria për Pushtetit Lokal që duhet, edhe udhëzimi administrativ që duhet jetë ai që zëvendëson, dhe kemi një vetë propozim që është zotëri Reshat Mujuta. Kanë me shkarku. Për me shkarku duhet me ngarku. Kanë ngarku, po Ministria më nuk ka sjell vendim që është i lehtëshëm dhe e ka kthy. Kupton, nuk është ngarkem zotëri Ramunsaja. Se mu nuk më qanë pesh me qitë në votim e shkarku me 11 vota. Po kupton, po nuk është në rregull ligjeresht. Sepse Ministria për Pushtetit Lokal ka kthy që është i kundërlehtëshëm dhe një diçka që është e kundërlehtëshme nuk shfuqizohet ajo, se s'ka him fuqi. Atëherë e kemë propozimin e parë që është Zenia Veliu, dhe hullën votem kush është për, Nimdhët vota, kush është kundër, 10. Do të thëtë atëherë urime Zonja Veliu, me 11 vota për dhe 10 kundër zëvendëson antaren heroinën në Komitetin për Politikë dhe Financa. Vazhdoj me pikën tjetër të randit e ditës, që këtë bëj me të njëjtën mënyrë dhe nuk i kësoj. Do të thëtë kemi një antar kuvendi që ka dhonë dorëheqje, po para se t'jep dorëheqje ka dhonë edhe dorëheqje prej komitetit që është për ambient, shërbime publike dhe urbanizëm, zotëria Adem Ramadani, dhe tash e kemi një antar të ri, zotëri Lubovci, që e zavendëson, dhe kësaj i njëjtë do t'jetë propozimi që të votohet edhe zotëri Urna? Zëvendësim është.
Më falni se kështu mundi me kërku fjallën se s'po di me cilin me... Strategjia është e njëjtë. S'ka propozim, është zëvendësim. Apo e kuptoni? Po ti s'mon ti me jo pëmën tjetër. Po jo s'mon. Jo s'ki shans me dhonë. Ja kalojmë fjallën zotëri Eminit. Faleminderit kryesues. Kështu me qenë se ju i keni informatat, sinqerisht nuk e di sakt, a ka në antar të kuvendit që nuk është i përfshin në komitete? Ka ndojnë me propozu, se di kanë. Këta kretjen komitete. Në dy s'mon me qenë. Jo, Ramoni nëse s'ka bëj është. Jo, është komitet. Cëllët antar të kuvendit janë nga dy komitete. Cëllët antar të kuvendit janë disa antar të... Më falni, unë e flas me dokumenta zyrtarë, zotri. Më falë, se unë e kam qartë çka jeni të thonë. Zotri Lubovci në momentin që është ku në KQZ e ka shënu që është antari PDK-s, ajo nuk është problemi jemi, ajo unë e flas zyrtarisht. Po s'mon më ta jek. Edhe u deklaru që nuk është më në PDK. Ja për shatin të bëjka. Po s'është propozim, është zëvendësim. Zëvendësim, ligji. Na e propozojmë, ne edhe propozojmë. Ne ta propozojmë ta. Po s'kam nga ne propozojmë. Na e propozojmë. Interpretuesi ligjor. Zotri Emini Zotri Goshi, ju kësha lut, Mos bani presione. Ne jemi kolegë gjithë këto, nuk ka nevoj me bo... Po nuk është bërere shata jo. Jo, s'po koqitim, jo, se kjo është në komitet, të kry me e ki këtë punë. Së është e koqit, ne jam koqit para 1-2 mujve. Në regull është. Ti shkon e mush atje dorëheqjen sekretariat? Jo, mu s'ka nevoj. Atëherë ja kalojmë fjallën fillimisht zotri Eminit e pastaj me radhë. Ja s'ta këm nalë. Ja ka problem. E los regjin të më falve që pak. Sa është mirë. Më falë, zotri Emini. Se cili antari kuvendit është i përfshin në komitete, nëse nuk gaboj, 2 antarë kuvendit janë edhe nga 2 komitete, nëse nuk gaboj, i vetëmi antari kuvendit është këtë rast Artani që s'është i përfshin në asë një komitet, pa tjetër duhet me qenë komitetin që zavendëson në këtë rast Ademin, sepse është i vetëmi antari kuvendit që nuk o i përfshin në asë një komitet. Nëse tash na shkojnë në retroaktiv, duhet me rishiku edhe Komitetin për Politikë, Ekonomi dhe Financa, se nëse e këshyrë në basë formulës, neve na bjen njën këtë rast. Plus edhe një. Po, nuk duhet me u këthyn ato, duhet me u kompletu që këtë komitet, po këtë rast më në u Partia Demokratike, se ka hub një antartë kuvendit. Kështu që, sinqeresht, nuk pesha shumë të arsyshme, mundet me pas tendencë, po nuk ka nevoj për me bo kaq të madhe, është një komitet që Artani ka qenë pjesë e listës ju për antartë kuvendit, po besoj që du të mjë dhonë besimi që edhe me qenë në qëtë komitet edhe me funksionalizu edhe me vazhdu trupat ndimësit kuvendit, kaqë. Vendimin që te lexove më herët thot kështu.
Propozimi për anëtarin e ri... Për KPF, thot. Po, është e njëjta, është për komitet. Veç ta përfundoj. Kadre, veç pak. Po, jo. Veç ta lexoj, veç t'ja dokumentoj që të full kundra atësoj që fulli ma herët. Zëvendësohet nga subjekti politik i cili i takon pozita anëtarit, ashtu siç përcaktohet në nenin 12 paragrafi 2.5. Dhe me thonë, nuk ka mundësi përveç për dykës me propozu dikan tjetër. Është kon antari jonë që ka do ndërheqe, është antari jonë na e propozojnë. Në qëtë komitetin për cilim të full, ku kon ademi? Të kush? Po kjo nuk për thot obligative, kjo për thot veç për komitetin, zëvendësohet. Jo, kjo nuk thot komitetit obligative. Dhe më në është... Po në regullë, vazhdani, unë s'jam për mja më hu fjallën. Urnani, jepni mendimet e ju, jam fund votohet, s'kem na dilem këtë. Hajde, zotri Mujuta. Faleminderit kryesues, e thash edhe më herët që mos me shku me dhonë dërheqje të sekretaria, i nderuar i Dajet. Unë jap dërheqje pe Komitetit Shëndetësisë. Unë kum pranu tjetë një drejtar si Isa Haxhiu, po s'muj me pranu tjetë një drejtar pe fushkësues, se edhe kur ne ka pru pe Kaçanikët, që të parime mu më kanë hjek pe grupit vetëvendosjes. Do më thonë, tjetër sen kena full bashkëqeverisje me qytetarët e shtimës, tash nuk, s'u vje interesant pse e bje një pe fushkësues, pe ku dushit në t'i bje, të ke fundit. Unë vje interesant që shpe menaxhojmë komunën, shembullin e kem drejtorin e prokurimit, që shna ka hec. Ai ka njoftë qytetarët e komunës Shtimës, ka nejt 2 vjet këtu ka marrë rrugë nga taksat e qytetarëve të komunës Shtime, edhe sa duhem rutikun tjetër, tash e kemë ushtrues detyre drejtorinë e prokurimit. Absolut e kam si këshill. Jetu dol kundra vetvetes kryesues, kundra deklarimit tan një incizun dhe moj parimet. Moj parimet thoj, porzit e thove aderimi në subjekt pavarur, se për në subjekt tjetër i takon qati subjekti politik me propozu prap. Tash për përdor votën apet shumicës që për javkona. Unë pjanë shoj venin këti djallit që ka ardhë këtu, unë kënë qëkën komitetin për shëndetësi, pja liraj venin, në qëkër në tjetë kontribut, komitet jo obligativ, kë nuk o të thonë, dishka